Të dashur shqiptar, po pi një kafe tjetër në mëngjes, nuk do shkoj dot në punë. Njohës të mirë të greqishtes e kanë aprovuar zbulimin tim. Fisi i lirë Ozuaei përkon me të njëjtin emër në greqisht Oxuaioi, do të thot ata që mbajnë heshta prej ahu, është origjina e fjalës ahu në shqip, të dashur shqiptar. E parashikoni dot këtë? Që gjuha greke është kaq e lidhur me gjuhën shqipe? Askush, bot. Absolutisht. Askujt si ka shkuar në mendja. Tani kjo është shumë e rëndësishme sepse tregon dhe origjinën e fjalës i zi e zez në shqip, që Jokli e ka gjetur gabim. Jokli mendonte që fjala i zi e zez vjen nga kuptimi me dhit në gjuhën shqipe. Jo, nuk lidhet. Emri i fisit Ozuaei dhe Oxuaioi, të dyja variante të ilirëve. Ozuaei është variant satem, një lloj siç do e shqiptonin persianët, fisi i lirë parthoj. Dhe Oxuaioi është varianti i pastër Helen. Pra ky është emër Helen. Edhe emri i fisëve dorike vjen nga fjala doru, që do thot heshtë e gjatë. Prej druri, prej dushku. Ndërsa Ozuaei e kanë emrin sepse këta mbanin heshta të gjata, shumë të gjata, si maqedonët, prej ahu. E jashtëzakonshme. E papërsëritshme si zbulim. Tani, Ardaksanos ka dhënë në shqip erzen. Fjalë për fjalë, Ardaksanos do të thot ujëra të huaja, ujëra të zeza. Pra, fjala e zezë e shqipes, ujëra të zeza, Çarnavoda në gjuhën bullgare, është emri i erzenit pra. Ujëra të zeza, në greqisht Ardaksanos. Pra, Ksanos e gjuhës greke ka dhënë zezë në shqip. Vjen nga greqishtja, ujëra të zeza. Emri i erzenit. E zeza është në shqip, erzeni. Pra siç u krijua e zeza nga Ardaksanos, erzeni, u krijua Ozuaioi nga Oxuaioi në shqip. Nuk marrë do të frym. O zot. Është e pabesueshme ky zbulim. Këtë zbulim unë e kam bërë më herët, po nuk kisha konfirmim nga njohës të greqishtes. Më kanë dërguar mesazhe tek Akademia Edu, shkencëtar të greqishtes, kanë thënë ke të drejtë. Është zbulim i pastër. Këta janë fise i liro Helene. Dhe i vetmi ndryshim është në helenisht do të ishte hoi Oxuaioi me pjesën e trajtës së shquar, në ilirisht është pa trajtën e shquar Ozuaiei. Ky është i vetmi ndryshim. Ky është dialekti epik, i folur në Iliri, gjuha e Homerit. Emrat në ilirisht dalin pa formën e trajtës së shquar të greqishtes. Ilirët kanë folur dialektin epik, që grekët e mendonin si gjuhë artificiale, është gjuha e ilirëve. Pa formën e trajtës së shquar, zbulimi im, nga fjala lembos tek ilirët, pa trajtën e shquar, në greqisht është holembos. Brindos, brini, tek ilirët, në greqisht është ho brindos. Një zbulim kaq i thjesht, nga një gjeni shqiptar nga Dibra, penestët. U zgjuan penestët, unë ngritën këmbët t'i bien kokës, e shikoni çfarë ndodhi. Mirë pafshim të dashur Iliro Helen, në filma të tjerë shkencor, dhe tani kush e meriton të jetë eurodeputet? Një person nga Himara që u rren shqiptarët, apo një penest
Qiz Gjoj Lirët, i ngriti nga vari, a? Kush e meriton të jetë eurodeputet? Miru pafshim në filma të tjerë shkencor.